Faza e dytë e projektit EU for Municipalities u prezentua këtë të premte në prezencë të ambasadorit të BE Silvio Gonzato. E para dhe më kryesorja janë shërbime dhe infrastrukturë më e mirë për qytetarët. E dyta është zhvillimi ekonomik vendor, i cili mbështet çdo cep të Shqipërisë. Dhe i treti është fakti që të ketë institucione më të forta dhe më transparente. Gjithashtu ne dëshirojmë që zgjidhjet t'i përshtasim me nevojat përkatëse, sepse nuk mund të ketë një formulë për të gjithë. Dhe së fundmi, ne dëshirojmë që të nxisim bashkëpunimin ndërbashkiak. Kryeministri Rama e cilësoi si një nga projektet më të rëndësishme për rritjen e kapaciteteve të pushtetit vendor. Është një program i cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore, përmes tij institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më impreht. Rama evidentoi një element që e konsideron ndër më problematikët në pushtetin vendor. Në nivelin vendor është një komponent shumë i dobët dhe ky është digitalizimi. Projekti do të zbatohet deri në vitin 2029. Ministri Demo foli për 3 drejtimet ku do të orientohet ky fond prej 11 milion eurosh. Komponenti i parë është përmes skemës granteve, të cilat janë dedikuara për investime konkrete në infrastrukturë lokale dhe shërbime publike. Së dyti, përmes asistencës teknike, bashkitë do të forcojnë kapacitetet e tyre në planifikimin strategjik, përgatitjen e projekteve dhe menaxhimin e tyre sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Së treti, përmes komponentit të digitalizimit dhe dhënave, projekti do të modernizojë mënyrën se si bashkitë funksionojnë dhe ofrojnë shërbime, duke krijuar sinergji me një projekt tjetër madhor, ai digitalizimit të shërbimeve vendore të financuar nëpërmjet Bankës Botërore. Programi zbatohet nga GIZ në partneritet me rrjetin e shoqatave të autoriteteve vendore të Europës Juglindore dhe shoqatën kombëtare të bashkive, me qëllim forcimin e pushtetit vendor në Shqipëri dhe mbështetjen e procesit të integrimit evropian të vendit.